I kalojnë ditë dhe moti. Qërë festina sot? Qërë festina? Bajram. Gjithë do thot Bajram? Më u gëzu se kina sos Ramazanin, hina një badet tjetër. Kjo është një dhurat e vogël që kina pregatit për ju. Pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka tregu që janë dy festa. Fitr Bajrami, që jena sot Fitr Bajrami, dhe Kurban Bajrami. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka dash fëmijët shumë. Dhe ne kemi dash me pasu pejgamberin alayhi salatu wassalam, me ju dash si fëmijë dhe me ja dhon nga një dhurat sot në ditën e gëzimit, në ditën ku gëzon gjithë musliman. Sot ja japni një dhurat që si dallojmë asnjë prej fëmijëve. Të gjithë do ta marrin nga një dhurat, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dash shumë fëmijë dhe ka vrapu pejgamberi alayhi salatu me fëmijë. Ka bën gara pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me fëmijë. Enesi radhiyallahu anhu thotë kam shërbeje pejgamberin alayhi salatu wassalam me vite thot kur s'm ka thon pejgamberi alayhi salatu wassalam pse ke bë këtë vetë apo pse se ke bë këtë vepër. Pejgamberi alayhi salatu wassalam është kon i mëshirshëm për fëmijët dhe për të mëdhejt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë mëshironja të voglin dhe respektonja plakun. Do të thotë ju të vegjlit duhet t'i respektoni pleqt, a ne të pleqt duhet ju mëshirojmë juve të vegjlit. Kështu që inshallah do të bëni rënd nga një që t'i mirë një dhuratat, do thotë që gadal dhe ja lironi vendin vëllezrive dhe motrave tjera. Ja Allah, bismillah. Sa bukur ndezën kandilat e urimi, tani më po fiket zjari hidhrimi. Sa e këndshme është aroma e Bajrami, dhe për ton thellë në zemrën e muslimani, dhe për ton thellë në zemrën e muslimani. Fëmijët janë veshur me roba të reja, fytyrën e besimtarit shkrep hareja, e ngjyrat e ndritshme përmbushin rrugët plot, kësi soj gëzimi në jetë nuk kam pardon. Sa bukur ndezën kandilat e urimi, tani më po fiket zjari hidhrimi. Allah